Inna akramakum inda Allahi atqakum. Njeriu më i mirë te Allahu subhana xhalla xhelalu është ai i cili ka devotshmëri, ai i cili e don Allahun subhana xhalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل رسالة وبلغ الأمانة نصح الأمة. من الله مشروست مشبرست باشا مشي الله تشوف مbi profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam bashkë me shir Allahu të qoftë mbi ato njerëz që pasojnë udhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Inshallah sonde do flasim për një sure që është prej sureve të shkurtra në Kur'anin Kerim, është nga fundi i Kur'anit. Besoj se krejt ju e dini këtë sure, përmendesh. Thjesht një përkujtim dhe thjesht shikojmë mësimet që marrim rreth kësaj sure. Është sure që flet për një familje komplet. Nuk flet me lavdru, Allah Azza wa Jalla nuk flet në këtë sure me lavdru këtë familje, po Allahu Subhana Jalla Jalalu na bën me dije përfundimin e kësaj familje ku ka përfundu. Do flitet inshallah sonde rreth surës Al-Masad, që flet për sure që flet për xhaxhain e profetit alayhis salam, Abu Lahebin dhe bashortën e tij. Bukuria e Kur'anit Kerim që zakonisht e përmendim është që ajo lidhshmëria e sureve njëra me tjetrën, lidhshmëria e ajeteve njëra me tjetrën, normal sepse është fjala e Madhit Zot dhe normal që është prej mrekullive që Allahu subhanahu xhalla xhelalu ja ka lënë njerëzve me këtë dynjan, pra Kur'anin Kerim. Flas për bukurive dhe mrekullive sepse përpara surës Al-Masad ndodhet surja Nasr. Ajeti fundit ose po ta shikosh komplet, idha xhan që flet Allah Azza wa Jalla në surën Nasr, Bismillahirrahmanirrahim, idha xha nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dhe këtë sure besoj se e dini, përmendesh. Në këtë surë Allahu subhanahu xhalla xhelalu tregon se si ka ardhur shpëtimi, se si ka ardhur triumfi, se si i ka shpëtu Allahu subhanahu xhalla xhelalu dhe se si kanë fitu muslimanët. Më e bukur e kësaj është sepse përfundon kjo sure duke thënë Allahu azza wa jall innahu kana tawwaba. Allahu subhanahu xhalla xhelalu është falës. Është falës për besimtarët, është falës për ato njerëz që e besojnë Allahun sinqerisht dhe e duan Allahun sinqerisht, i bëjnë ibadet Allahut subhanahu xhalla xhelalu sinqerisht dhe durojnë sinqerisht dhe falenderojnë sinqerisht. Dhe sado besimtar ti jesh, prandaj kemi përmend shumë herë në shumë ligjërata, sado besimtari ti jesh prap bjen prej e gabimit, prej e mëkatit, mirë po Allahu subhanahu xhalla xhelalu na tregon që unë jam falës. Do të thonë, nëse ti gabon, Allahu azza wa jalla është falës, innahu kana tawwaba. Mirë po janë disa kategori njerëzish që Allah azza wa jalla nuk i falen. Rabbul Alamin nuk i falen. Pse nuk i falen? Si shembulli e Abu Lahebit dhe bashortës tij. Si falen sepse derisa njeriu nuk beson në Zot. Nëse njeriu nuk beson të madhin Zot, nëse njeriu kundërshton fjalën e Zotit, nëse njeriu jo vetëm se kundërshton dhe nuk beson, po i dhe sulmon dhe të tjerët, për këto njerëz nuk ka falje. Nuk ka falje sepse të falë Zoti kur ti beson Zotin. Kur ti e beson Allahun subhanahu xhalla xhelalu, kur gabon Allah azza wa jall falen. Mirë, po nëse je për atyre njerëzve, Zoti na ruaj. Ka të tillë njerëz të cilët nuk e besojnë Zotin. E luftojnë fenë e Zotit, i luftojnë muslimanët, i luftojnë besimtarët, për to nuk ka falje derisa të pendohen. Dhe Allah subhanahu xhalla xhelalu kur thot innahu kana tawwaba, Allah azza wa jall është falës. Mirë po keni kujdes sepse janë disa kategori njerëzish si puna e Abu Lahebit dhe vazhdon surja Al-Masad, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. I shkatruar është Abu Lahebi. Do të thonë i shkatruar dhe nuk, dhe interesant është subhanallahu se kjo sure ka zbrit
Këto ajete kanë zbrit pikërisht kur ka qenë gjallë Abu Lehebi, xhaxha i profetit alayhi salatu wassalam. Dhe kur ka zbrit këto ajete dhe kjo sure, Abu Lehebi ka ndigju dhe prap nuk ka besu. Këtu tregohet edhe me mrekullia e Kur'anit, që e ka dëshmu që ti nuk e për ta thënë ndonjëherë fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ti nuk e me besu, sepse Allah azza wa jalla e ka zbrit tabbet yada Abi Lahabi wa tabb, i shkatruar është Abu Lehebi. I shkatruar është Abu Lehebi. Prandaj Allah azza wa jalla surën Nasr na tregon që Allah azza wa jalla është falës, mirë po janë disa kategori njerëzish që nuk e meritojnë faljen e Zotit sepse nuk e besojnë Allahun subhanahu xhalla xhelalu. Arsyeja e zbritjes këtij ajeti kuranor ose kësaj sure, Allahu subhanahu xhalla xhelalu kur i thot Muhammedit sallallahu alaihi wasallam anzir dhe ngrehu dhe thiri njerëzit e tuaj më të afër, thiri njerëzit në fe. Profeti alayhis salam ka hyrë në malin Safa ose kodrën Safa në Mekë dhe ka filluar të thërrasi njerëzit, të mlidhen, të bohen njerëzit. Kur janë të bo njerëzit, profeti alayhis salam ka filluar duke i thënë: nëse unë po ju them që mas kësaj lugine ose mas këtij mali është një ushtri që do të na sulmoj, andon besoni, janë ngret njerëzit, secili ka thënë patjetër besojmë se ti kur një herë nuk na ke gënjur, ti je njeri i sinqert, ti je njeri që thot vërtetën. Dhe dytën që ka thënë profeti alayhi salam ka thënë atëherë unë jam, Allah azza wa jalla më ka dërguar profet, ka marrë që t'ju përgëzoj, po edhe t'ju qortoj. Pra, e kisha fjalën që Allahu subhanahu xhalla xhelalu shumë qartë thot në Kur'anin Kerim: inna akramakum indallahi atqakum, njeri më i lartësuar, njeriu më i mirë. Dhe vendin më të mirë te Allahu subhanahu xhalla xhelalu është ai i cili ka devotshmëri, është ai i cili e don Allahun subhanahu xhalla xhelalu, ai i cili e ka zemrën e pastër, ai i cili sinqerisht punon për hir të Allahut subhanahu xhalla xhelalu. Pra Bilali radiallahu anhu, i cili vinte prej Habeshës, prej Etiopie dhe ishte në Mekë dhe erdhi si sklav në Mekë dhe pranoi Islamin. Allahu subhanahu xhalla xhelalu e nderoi në atë që kur muslimanët e morën Mekën, drejtohet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot Bilalit radiallahu anhu: "Ço Bilal, thirrë ezanin." Nuk ka pa, pra siç u thash, profeti alayhi salam as djathtas as majtas. Dhe nuk ka pa profeti alayhi salam kush është familja ime dhe ta vejnë atë post. Se në Islam nuk hecet ashtu. Në Islam nuk hecet me njohshmëri, siç u thash, në Islam hecet me zotësi, me aftësi. Ky është Islami ynë, i cili çdo njeriu t'ia jep vendin e merituar. Je i aftë për një punë, do ta bësh. Nuk mund të vehet i paafti në një vend që nuk mund ta kryej atë detyrë, nuk mund ta kryej atë punë. Dhe kjo është mësim madhor. Imagjinoni, subhanallah, kur muslimanët kanë hyrë Mekë, triumfuan dhe morën Mekën. Dhe imagjinoni sa sahabë të profetit alayhi salatu wassalam ka pas. Dhe imagjinoni se sa vendali në Mekë ka pas. Megjithatë profeti alayhi salatu wassalam i kthen syt nga Bilali radiallahu anhu. Dhe i thot Bilalit radiallahu anhu: "Ngrehu, thirrë, hyp në Qabe dhe thirrë ezanin." Dhe ne dimë thënien e bukur të profetit alayhi salatu wassalam që për herë kur ka pas ngushtime dhe mërzi, i ka pas thënë Bilalit radiallahu anhu: "Arina biha ya Bilal." E thirrë ezanin e Bilal, qetësohemi, të hyjmë namaz dhe të qetësohemi. Ta gjejmë aty qetësimin e zemrave dhe shpirteve tona. Pra kjo është mësim madhor. Dhe mësim tjetër është që Allahu subhanahu xhalla xhelalu e nderoi Bilalin radiallahu anhu duke e shtinë xhennetin e tij. Dhe këtë ka dëshmuar profeti alayhi salatu wassalam, pse për devotshmërisë, besimin që ka pas te Allah azza wa jall. Dhe Abu Lehebin, i cili ka qenë xhaxha i profetit alayhi salatu wassalam, sot ka përfunduar në xhehenem. Sot e ka në xhehenem. Pse? Sepse ka qenë kryeneç i cili ka luftuar Islamin, i cili ka luftuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka pas pasuri, po si bëri dobia e pasuri. Nuk i bëni dobi as ajo që ka mbledh. Dhe nuk i bëri dobi as posti që ka pas. Dhe nuk i bëri dobi as që ka qenë vendalin Mekke. Allahu subhanahu xhalla xhelalu
thot se hesla narën dhe atë leheb, do të digjet në zjarrin e xhehenemit. Dhe vazhdon surja mëse وامرأته حمالة الحطب, e përmend Allah Azza wa Jalla në këtë sure, e përmend dhe bashkëshortën dhe gruan e Abu Lahebit. Dhe gruan e Abu Lahebit dhe thot وامرأته حمالة الحطب, dhe gruaja e tij, gruaja e Abu Lahebit, حمالة الحطب, në gjuhën arabe, e cila kanë pas mbajt shkarpa me ferra. Me ferra. Pse i mbante? Që natën thuhet i ka pas hudh aty nga heste profeti alayhi salatu wasalam që ta pengonte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuhet që kjo ka qenë edhe më ashpër me profetin alayhi salatu wasalam. Dhe thuhet ka qenë grua e cila dhe fjalorin e ka pas të pist. Ka qenë edhe nga goja e pist, e ka shajt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e ka sulmu fen islame, ka sulmu islamin, dhe Allah Azza wa Jalla i përmend në Kur'anin Kerim wa imra'atuhu hammalat al-hatab. Dhe transmetohet një ditë prej ditëve kur ka zbrit kjo sure, e merr vesh gruaja e Abu Lahebit dhe thuhet ka marrë diçka në dorë si gur dhe të shkojë të kërkojë profetin alayhi salatu wasalam. Profeti alayhi salatu wasalam ka qenë i ul në Qaben me shokun e tij, me Abu Bekr radhiyallahu. Abu Bekri radiallahu anhu i thot profetit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, është duke ardhur. Është duke ardhur. Thot profeti alayhi salatu wasalam, ajo nuk mund të shikojë më. Nuk mundet të shofi. Dhe kur vjen, afrohet dhe i drejtohet Abu Bekrit, i thot, o Abu Bekr, ku e ke atë shokun tënd? Sepse nuk e shikon, subhanallahu, Allah Azza wa Jalla ka marrë shikimin. Nuk e shikon profetin alayhi salatu wasalam. Dhe Abu Bekri nuk folën. Vazhdon edhe shan profetin alayhi salatu wasalam dhe largohet. Dhe Abu Bekri radiallahu anhu i thot, ja Rasulullah, a nuk të pa? Tha, jo Abu Bekr, Allahu subhana gjelle gjelalu ja mori shikimin. Dhe thuhet ka ardhur Gjibrili alayhi salam e ka vendos krahun e vet që t'ja heqi shikimin që mos ta shikoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu Allah Azza wa Jall i mbron profetët e tij. Kështu Allahu subhana gjelle gjelalu i ka mbrojt dhe i do i mbroj profetët e tij. Pra, dhe thot Allah Azza wa Jall, وامرأته حمالة الحطب. Kjo grua e cila ka mbajt shkarpa me ferra duke e sulmu profetin alayhi salatu wasalam, duke e sulmu pra islamin. Si do jetë përfundimi i kësaj? وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Këtu kanë komentet ndryshme dietarësh të këtij ajeti. Midis atyre komenteve ose komentimeve të këtyre ajeteve është që thuhet që kjo ka pas një qafore ose një zinxhir, ti thosh shumë të shtrenjtë, në qafë mbante dhe ka pas premtuar që do ta shes këtë zinxhir, këtë qafore të shtrenjtë që ta sulmoj Islamin. Subhanallah, dhe Allahu subhana gjelle gjelalu thot në Kur'anin Kerim, fi gjidiha hablun min masad, rreth qafës së saj, në zjarrin e xhehenemit, rreth qafës së saj do të ketë një zinxhir prej zjarrit të xhehenemit. Ka transmetime të tjera ose komente të tjera që thot Allah Azza wa Jall do t'ja vendosi, do ta lidhi në ditën e Kiametit, ditën e mahsherit ose ditën kur të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, Allah Azza wa Jall na ruaj që mos të ketë lëvizje. Pra Allah subhanahu xhelle xhelalu në këtë sure na tregon përfundimin e familjes së xhaxhait profetit alayhi salatu wasalam, Abu Lahebit dhe bashkëshortës tij, sepse ato e kanë luftuar Islamin. Sepse subhanallahu, shiko, ka njerëz që s'besojnë. Nuk besojnë, është çështje e tyre. Allahu subhanahu xhelle xhelalu shumë qartë thot në Kur'anin Kerim, "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Kush do le të besoj dhe kush do le të mohoj, ama do ta dini që do ktheheni një ditë Allahu subhanahu xhelle xhelalu do jepni llogari. Ama problemi është se ka njerëz që nuk besojnë, ti nuk beson për vete, ama pse i lufton tjerët? Pse të pengon besimi i tjetrit? Pse të pengon namazi i tjetrit? Pse të pengon Kurani i tjetrit? Pse të pengon xhamia e tjetrit? Këto janë edhe më të këqij. Pse? Sepse vetë nuk beson edhe sulmon. Pra Allah subhanahu xhelle xhelalu i jep një shembull Abu Lahebin dhe bashkëshortën e tij, ama si ky
ka shumë të tjerë. Ka shumë të tjerë që do jenë deri në ditën e Kiametit, nuk është çudi. Tillë mostra, tillë njerëz do ketë ditën e Kiametit, deri në ditën e Kiametit. Prandaj Allahu subhanahu xhela xhelal kur na tregon këtë histori, ne do të shikojmë se si është përfundimi i zullumçarëve, se si është përfundimi atyre njerëzve të cilët bëjnë zullum, bëjnë padrejtësi për Zotin e Madh, pashat madhe Zot. Çdo zullumçar i cili ka bërë zullum padrejtësi me këtë dynja, përfundimin e ka keq te Allahu subhanahu xhela xhelal. Përfundimin e ka keq. Nuk ka për zullumçarin përfundim të mirë. Dhe përfundimi i keq është Zoti na ruaj zjarri i xhehenemit. Përfundimi më i keq kush është? Zjarri i xhehenemit. Për Zotin e betohem në Allahun subhanahu xhela xhelal. Çdo kush që është zullumçar që bën padrejtësi me këtë dynja, ka vra, ka pre, ka ofendu, ka rëndu, zullumçar. Se sot jemi pa, aq shumë është trash, dhe aq shumë është përhap zullumi, padrejtësia në këtë tokë ku jemi duke jetu, sa po na po shikojmë gjërat normale dhe padrejtësitë që bëhen midis nesh, në shoqërinë tonë, vendin tonë, në botë ku janë, po na duken që po na bëhen normale, Zoti na ruaj. Pastaj kemi edhe pyetje të tilla që na bëjnë që mirë, ju po thoni që Allahu subhanahu xhela xhelal zullumçarit do t'i japi dënimin e vet. Po shikojmë sot gjakderdhje, po shikojmë sot dhunë, po shikojmë ato zullumçarët i shikojmë që livadhisin dhe shëtisin dhe krekohen dhe lavdrohen dhe asgjë s'u duke i gjetë. Një gjë do t'ja them, që zullumçari kalon nëpër 4 etapa. Zullumçari, ai i cili bën zullum, bën padrejtësi, kalon nëpër 4 etapa. Kush është etapa e parë? Etapa e parë është që Allahu subhanahu xhela xhelalu i jep afat. Kjo është etapa e parë. Allah azza wa jalla thot në Kur'anin Kerim wa umli lahum. I jep afat. I jep kohë. Ndoshta do pendohet. Ndoshta i jep kohë, se sa i jep kohë Allah azza wa jalla është punë e Zotit. Kjo është etapa e parë. Etapa e dytë. Allahu subhanahu xhela xhelalu i çon në humbje. Gradualisht, e çon humbje gradualisht. Keni ajetin kuranor që Allahu subhanahu xhela xhelalu thot se nastadrijuhum. Do t'i çojmë gradualisht. E para, Allah azza wa jall i jep afat. Nëse këtë afat nuk e përdorim për të bërë tobe, istighfar, me u kthy Allahut azza wa jall me pendim të sinqert, shkojmë në etapën e dytë, e cila është që Allahu subhanahu xhela xhelalu i çon humbje gradualisht. Etapa e tretë, zullumçarit i zbukurohet zullumi vet. Domethënë Allahu azza wa jall e bën këtë zullumçarin, që ky zullumçari e shikon atë zullumin që ka bë, padrejtësinë që ka bë, e shikon diçka të bukur. Vrasjet, prerjet, virrjet, përgojimet, shkatrimet, zullumet, padrejtësitë i duken gjëra të bukura. Sepse Allah azza wa jall thot: "Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum." Allah azza wa jall thot në Kur'anin Kerim dhe ja ka zbukuruar shejtani bukuritë punët e tyre. I duket diçka e mirë, i duket diçka normal, shtypi njerëzit, ti vjedhi njerëzit, ti zhvasi njerëzit, ti shkatroj njerëzit, i duket diçka normale, unë jam të bëj diçka të madhe, diçka të bukur. Dhe katërta është dënimi i Zotit. Dhe kur të kap dënimi i Zotit, nuk ka as kërkush të shpëtoj prej durve të Allahut subhanahu xhella xhelal. Sepse i madhi Zot thot: "Wa kadhalika akhdhu rabbik." Dhe kështu Allahu subhanahu xhella xhelalu i ndëshkoi, do i ndëshkoi gjithë ato që kanë bërë zullum me padrejtësi. Prandaj ti hiqemi kësaj thënies që po pse Allahu s'po na ndihmon, po pse është çështje që ka urtësinë e vet dhe duhet ta dimë që zullumçari kalon nëpër këto 4 etapa. Dhe çdo zullumçar e ka përfundimin e keq. Në Islam është me përfundim, jo me fillim. Dhe përfundimi është për besimtarët, dhe kjo është e thënë me fakte, me ajete kuranore. Wa aqibatu lil muttaqin. Dhe përfundimi është për besimtarët. Nuk ka zullumçari i cili s'ka lënë padrejtësi të bëj me këtë dynja të ketë përfundimin e mirë. Tregoni një njeri i cili
ka qenë zullumqar i padrejt, i madh që dynjaja ka marrë vesh se kush është, ta ketë pas përfundimin e mirë. Po njerëzit, kur një zullumqar vdes, këtë njerëzit lirohen, këtë njerëzit qetësohen dhe këtë njerëzit thonë shpëtun prej zullumit atit. Pra kështu që edhe përfundimi e Ebu Lehebit dhe bashortës së Ebu Lehebit. Motrat e mia, kur e shikojmë këtë sure, frikohemi në atë aspekt që Allah subhanahu xhelle xhelalu se si do i djegi, se si Allah azza wa xhel i ka të dënu, mirë po të shikosh në surën Bas, surës Mesed që është Kul huwallahu ahad, sikur i madhi Zot na thot që o besimtar, do me shpëtu, do me pas vendin e mirë të Zotit, do me pas t'jesh, t'jesh inshallah sigurt xhenetin e tij. Nëse do me pas vendin e mirë të Allahu subhanahu xhelle xhelalu, nëse nuk do me qenë si këto njerëz që i përmenda në surën Mesed, çka do të bësh? Thuaj, Kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është një. Shpëtimi i njeriut është në njohshmërinë e të madhit Zot xhelle xhelalu. Kur njeriu e beson të madhin Zot, e beson njohshmërinë e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Shpëtimi është te la ilaha illallah, që të besosh Allahun një, që nuk ka Zot përpos Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Fjala la ilaha illallah peshon më shumë se çka ka kjo dynja dhe krejt çka ka krijesat me këtë dynja dhe çka ka të krijuar Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Fjala la ilaha illallah peshon më shumë. Fjala la ilaha illallah është çelësi i xhenetit. Fjala la ilaha illallah është fjala më e mirë dhe më e dashme të Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Ma të fjalë, subhanallah, po të tregoj një histori shkurt që mos ju lodhi ma tepër. Ka pas 10 burra në kohën e profetit alayhi salatu wassalam. Kanë qenë 10 burra, 10 sahab, flas me plot gojën burra, sepse vërtet kanë qenë burra. Burra të cilët kanë ndryshuar historinë, burra të cilët kanë lënë shenja të mira me këtë dynja dhe janë përgëzuar me xhenet. 10 shokët e profetit alayhi salatu wassalam, i cili profeti alayhi salatu wassalam ka thënë Abu Bekrin xhenet radhiyallahu anhu, Omerin xhennet radhiyallahu anhu, Uthmanin xhennet radhiyallahu anhu, Aliu xhennet radhiyallahu anhu, edhe kështu me radhë. Një prej 10 këtyre sahabëve ka qenë Omer radhiyallahu anhu. Imagjino, Allahu subhanahu xhelle xhelalu të lajmëroj sa je i gjallë në tokë që ti do jesh i xhenetit. Normal që do relaksohesh, do gëzohesh. Ama ta kanë qenë sinqert në vepra, e kanë besu Zotin. Kështu është besimi në Zot. Të besosh Allahun duke dashur Allahun, duke shpresu në rahmetin e Zotit dhe duke pas frikë dënimin e të madhit Zot. Ky është besimi. Besim që ta dush Allahun, ta shpresosh në faljen të Allahut, në rahmetin e Allahut, mëshirën e Allahut, dhe të besosh që dhe të kesh frikë dënimin e Allahut subhanahu xhelle xhelalu. Kështu kanë jetu. Dhe thuhet Omer radhiyallahu anhu, një ditëve kur ka dalë të fali namazin dhe është imam, e kanë qollu me një shpatë me helm dhe i ka ratë fikët Omerit radhiyallahu anhu. E kanë marrë dhe kanë qenë shpi. Gjakderdhje, shpata ka qenë me helm dhe kjo ka qenë fatale për Omer radhiyallahu anhu. Mirë po, kur ka dalë nga koma ose në gjendjen e të fiktit, fjalën e parë që e ka thënë, imagjinoni fjalën e parë që ka thënë Omer radhiyallahu anhu, ka thënë a u falen njerëzit. Nuk ka thënë kush më vrau, kush më qolloi, kush është ai njeriu, çka u bë me mua. Fjalën e parë që ka thënë Omer radhiyallahu anhu ka qenë a u falen njerëzit. Ka qenë shtrat, gjakderdhje, ka qenë momentet e fundit. Omer radhiyallahu anhu, sa thuhet kur ka hyrë në shtëpi djali vet Abdullahi radhiyallahu anhu, Omer radhiyallahu anhu ka kthy kokën nga muri dhe thuhet ka qajt. Ka qajt dhe i ka thënë djali vet ta ngushëlloi babën e vet. Ka thënë o baba im, ti je për atyre njerëzve që
Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar me xhennet. Ka thënë o birim, unë kam jetu 3 etapa. Unë kam jetu 3 etapa. Etapën kur nuk isha musliman, dhe nëse do kisha vdek, në atë kohë do kisha shku në xhehenem. Kam jetu, e pranova islamin dhe kam jetu dhe kam qenë për krah profetit alayhi salatu wasalam. Kam det me profetin alayhi salatu wasalam. Kemi përhap islamin të dy, kemi luftu për islam të dy, dhe të kisha vdek në atë kohë, do kisha shku në xhennet. Dhe thot jam në fazën e tretë tani që nuk është prezent profeti alayhi salatu wasalam dhe nuk e di çka do bëhet, dhe din që Allah azza xhel e ka përgëzuar me xhennet. Megjithatë, shikoni atë modestin, atë frikën që ka pas Omeri radiallahu anhu. Dhe thot o birim, megjithatë unë kam një fjalë kur të kthehem te Zoti dhe maj shpresë që me këtë fjalë Zoti i Madh xhelle xhelalu më fali, kush është? La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Allahu është një dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Zotit. Pra Allahu subhanahu xhelle xhelalu mas gjithë asaj historie që na tregon surën Mesed, na qetëson, i qetëson besimtarët dhe thot thuni kul huwallahu ahad. Thuni që Zoti është një, sepse kjo kam ju besu. Kjo kam ju shpëtu. Dhe thoni Allahu Samad. Allahu Samad, drejtoje në Allahut. Çdo problem, siklet, hall, ter që kemi këtë dynja, drejtoju Allahut subhane xhelle xhelalu. Pra këto ishin disa mesazhe për sa i përket surës El-Mesed dhe çka flet kjo sure.